dita e parë, për të analizuar të gjithë misionin që protesta është duke vijuar dhe duke e vazhduar nga dita në ditë, por edhe për të ndalur më konkretisht në atë se çfarë presim në ditët në vijim në arritjen përfundimtare ose jo të kërkesave të tyre. Unë kam kënaqësinë që të ndaj studion ditën e sotme me zotin Agron Haxhimali, drejtuesi i Institutit për Bashkitë e Shqipërisë. Shumë faleminderit që na jeni bashkuar. Zoti Haxhimali, si po e shikoni këtë protestë e cila, siç e thash edhe pak më herët, vijon për ditën e saj të 24-të tani më, pothuajse po plotësohen 4 javë nga nisja. Si e ke lexuar, çfarë të bën më shumë përshtypje në tubimet e zhvilluara? E kam lexuar, e kam prekur, e kam mbështetur që nga dita parë, me prezencën time, me shkrimet e mia, me qëndrimet e mia si një aktivist i shoqërisë civile, madhështore, inovatore, qytetare, familjare, protestë që solli edhe ka sjellë çfarëdo rezultati politik do të ketë, ka ndryshuar moralitetin e kryeqytetit, moralitetin e Shqipërisë, e ka ngritur shpirtin, zemrën, mendjen e cilido shqiptari në Shqipëri dhe përtej Shqipërisë, për të treguar që nuk jemi ato që na janë thënë deri dje, që nuk reagojmë, jemi të butë, pranojmë çdo lloj shtypje. Jo, këto jemi ne që reagojmë. Me një cilësi dhe sasi të tillë proteste të paparë në këto 30 vite, vetëm njeriu më i humbur, më i paavë dhe më negativi nuk reagon. Por përballë kësaj, madhështie, kreativiteti, inovacioni, me gjetje të bukura që kanë goditur në thelb, në themel, në shpirt, në zemër këtë sistem, këtë keqeverisje, por dhe më gjërë, kemi reagimin tjetër nga ana qeverisë,